Në fund të muajit prill, një nga figurat më të rëndësishme të Komisionit Evropian për zgjerimin, Marta Kos, do të përballet me një nga momentet më delikate të karrierës së saj politike. Komisionerja do duhet të japë sqarime përpara eurodeputetëve mbi akuzat që e lidhin me shërbimin sekret të ish Jugosllavisë. UDB-n, një strukturë që në historinë e Evropës lindore mbart një peshë të rëndë politike dhe simbolike. Çështja nuk është e re, por mënyra se si është rikthyer në vëmendje e bën atë edhe më të ndjeshme. Gjithçka u ndes sërish pas publikimit të një libri në Parlamentin Evropian, ku autori pretendon se ekzistojnë dokumente që sugjerojnë bashkëpunimin e saj me shërbimet sekrete në vitet 80. Këto pretendime u morën menjëherë nga eurodeputetë e Partisë Popullore Evropiane, të cilët kërkuan sqarime zyrtare. Në dokumentet e reja sugjerohet se Marta Kos, kandidate, ka gënjur para Komitetit Parlamentar të Parlamentit Evropian, pasi deklaroi se kurrë nuk ka qenë bashkëpunëtore e Policisë Sekrete Jugoslave. Është shprehur eurodeputetja slovene Romana Tomc, duke çuar çështjen në një nivel institucional. Edhe pse Komisioni Evropian ka tentuar të mbyllë debatin, duke theksuar se Kos ka kaluar të gjitha filtrat e verifikimit, presioni politik nuk është zbehur. Përkundrazi, fakti që një seancë e mëparshme u anulua nga vetë Kos, pikërisht në momentin kur dolën këto informacione, vetëm sa ka shtuar dyshimet dhe interesin publik. Komisionerja Kos ka kaluar një proces të gjerë dhe të detajuar verifikimi. Komisioni nuk ka komente të tjera, është përgjigjur zëdhënësi i Komisionit Evropian, një qëndrim që më shumë duket si përpjekje për të mbyllur debatin sesa për ta sqaruar atë. Në sfondin e gjithë kësaj historie, emri Marta Kos nuk është i panjohur për politikën shqiptare. Ajo konsiderohet si një nga zërat më të afërt me qeverinë shqiptare në Bruksel dhe shpesh është perceptuar si një mbështetëse e linjës së kryeministrit Edi Rama në procesin e integrimit. Pikërisht ky raport i afërt ka bërë që kritikët ta shohin me më shumë dyshim heshtjen apo qëndrimet e saj në raste të caktuara që kanë përfshirë qeverinë shqiptare. Në këtë kontekst, pyetjet që poshtrohen në Bruksel marrin një dimension më të gjerë. A bëhet fjalë vetëm për akuza të vjetra të rikthyera në lojë politike, apo për një çështje që kërkon transparencë të plotë? Nga një prej figurave kyçe të zgjerimit të BE-s,